e për cilët edhe seancën e sotshme e pa që nuk ka asnjë angazhim dhe nuk ka asnjë ndryshim. Këto vota po përsëritën, domethënë ky 57 vota të famshme të Albin Kurtit, që do të thotë kaq vota i ka edhe për qeveri, po qëllimshëm me kandidatën e propozuar për krye parlamentare, po don ta bllokoj situatën në Kosovë. Kjo është një realitet. Ata s'kan bërë asnjë lëvizje, sepse nëse do kishin bërë ndonjë angazhim për sigurim të votave, s'paku ndoshta kishin mujt me siguru edhe një votë, edhe me bo një ndryshim për një votë. Rezultati po përsëritet në vazhdimsi dhe unë po mendoj që këta qëllimshëm po e bën me kandidatën e propozuar, sepse me sa e dëgjova edhe nga parti tjera, ndoshta ka kandidat tjetër, i cili do i kishte marrë votat e deputetëve të tjerë, ndërsa këta duke e parë që zonja Haxhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për krye parlamentare zonja Haxhiu, dhe kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit të kryesisë së kuvendit dhe zgjedhjes kryesisë së kuvendit në fakt në kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit, që të mos kalojmë në fazën e dytë që është zgjedhja e qeverisë. Duhet të ndërhyjë ndoshta edhe presidenti në bazë afatet dhe përgjegjësive kushtetuese që i ka, sepse kjo nuk mundet me shku në pafundësi kështu. Ndoshta gjykata kushtetuese nuk e ka sqaruar afatet kohore me vendimin që e ka marrë, por ndoshta edhe nëse presidentja i adresohet prap gjykatës kushtetuese, së paku limitohet koha sa ka të drejtë. Ka të drejtë ta zgjedhë kryeparlamentarin, po deri jo në pafundësi, po të caktohet së paku një periudhë kohore ku ata që dëshirojnë që e kanë shumicën, ata që dëshirojnë ta zgjedhin kryeparlamentarin dhe formimin e qeverisë, ta kenë një afat kohor deri kur mund ta propozojnë së paku këtë kandidate ose të propozojmë ndonjë kandidate tjetër ose kandidat tjetër, dhe me sa dëgjova se që ndoshta është një kandidat tjetër që do i kishte marrë votat edhe deputetëve individualisht, sepse gjatë kohës së qëndrimit në parlament kemi krijuar ndoshta shoqëri që ndoshta ndonjë kandidat tjetër është më i preferuar dhe do i kishte marrë votat. Mirë, po këta kanë ngel në këtë pozicionin pa pozicion, dhe unë mendoj që ndoshta duhet edhe presidentja të ndërhyrë në mënyrë që të zhbllokohet, ose në fakt nëse këta s'mund t'i sigurojnë, le deklarojnë që s'munden me i siguru votat edhe të vazhdohet me procedura tjera. Ai pa dhënë disa propozime, ka pas edhe deputet të partive tjera që kanë dhënë propozime tjera, por që të cilët kandidate janë deklaruar sigurisht nga presioni që e kanë pas nga partia, sepse ata zguxojnë as mendojnë ndryshe. Ne po e shohim se s'kan informacion as deputetet e mazhorancës, vjen me një qëndrim, vjen me një kandidate, votat janë të njëjta dhe kemi ngel këtu ku kemi ngel. E di që kryeministri Kurti e kryeministri në detyrë tashmë nuk kryetoret me ta kem jashtë kuvendit të Kosovës, atë po e bën Hamid Dehari. A mund ta tregoni çka saktësisht po ju kërkon zoti Dehari në ato takime që po i bani? Sepse dim që presidenti më Zoti Dehari ka një rol krejt tjetër, ka rastis me qenë deputeti më i vjetër dhe që duhet ta udhëhecë seancat plenare deri në konstituimin e kuvendit. I kam thonë që nuk është fat, po fatkeqësi, sepse po të përdorin, nuk ka rol ose nuk ka obligim zoti Dehari me kriju konsensus ose me vendos se a do të votojnë. Thjesht është krijuar një konsensus, votoni, mirë po ne si deputet, përderisa nuk deklarohen, nuk e kemi obligim, sepse nuk ka ndodhur as në të kaluarën që deputetët e pakicës ose deputetët që se kanë pas shumicën parlamentare me votu për një kandidat tjetër që s'ka qenë i partisë së tyre. Dhe kjo pikërisht nga ju me djetë e kom pa një video incizim ku zoti Kurti është deklaruar siguroj votat zgjedhur kryeparlamentar sepse nuk do të kesh votat tona. Edhe tash ajo është alibia më e mirë se ne nuk kemi obligim me votu një kandidat nëse zoti Kurti nuk i ka ftu asnjë lider politik që tulet, presidenta si ka ftu lideret që tulen dhe të vendosin, po megjithatë duhet angazhim i partisë në pushtet për sigurimin e 61 votave dhe le të bëhet e ditur se ata që po e pengojnë konstituimin e kuvendit është lëvizja vetëvendosje dhe jo parti tjera. Deputetën
komisión, s'ka kishim probleme shumë disa prej deputetëve të AUK-s, për fshirë dhe kryetarin. A keni qenë kaq të bindur që nuk po më pas ndryshim të propozimit të vendosjes? Kryetari është me obligime të tjera dhe është e drejtë e deputetëve, nuk munden të njëjtën kohë, të njëjtën orë me qenë për shkak se kanë edhe angazhime dhe obligime të tjera, po ju në të kaluarin e ke pasur se kanë qenë prezent dhe do të jenë prezent. Ne nuk e kemi ditur se lëvizja vetëvendosja do ta ndryshoj kandidatin, a do të jetë kandidati i njëjtë. Kjo është një realitet. Vota jonë ka qenë kundër, do të vazhdojmë me qenë kundër derisa të vazhdon ky kandidat dhe kjo qasje. Nuk do të propozojmë, kemi propozuar dhe kemi pasur ata janë detyruar nga vetë partia se partia vendos kush do të jetë kandidat, nuk vendosim ne si opozit. Ata nëse kishin dashur me zhblloku situatën, e kishin qitë ndoshta ndonjë kandidat që mundësisht ose shmujt me marrë dhe ndonjë votë tjetër të deputetëve në mënyrë që të zgjidhet ky ngerç. Afatet kushtetuese janë tjera, unë besoj që nëse kishim kalu prej kësaj situatën e tjetrën, sigurisht që do të ishte bërë një shumicë parlamentar për formimin e qeverisë. Faleminderit.